Mirë se keni ardhur të gjithë, edhe ju falenderoj, edhe jam mirënjohës Zotit për besnikrin tuaj. Për mua është një inkurajim të shoh që vini besnik në shtëpinë e Perëndis. Edhe kjo është ajo që Perëndia ynë kërkon nga ne derisa boria të bjerë. Do të ndaj një foto këtu, edhe është Franci. Franci është ungjillizuar përpara afërsisht 3 muajve. Është 29 vjeç, shqiptar me origjinë nga Lushnja, në hyrje të Lushnjë. Edhe pas 2 muajve, Davidi e ka takuar atë përsëri edhe ftoi të vinë në Kish. E tashmë e dini, besoj që po mblidhemi rregullisht, do të diel pas ditë andej edhe gjërat po ecin, lavdi Zotit, është një bekim. Po në 5 korrik, qofse mbani mend, dërgova një mesazh të rritë inkurajoj që të luteshim për atë, sepse për herë të parë sytë e tij po hapeshin dhe po kuptonte disa gjëra nga shkrimet që kishin lidhje me jetën e tij. Edhe i çova një Bibël, se donte një Bibël në shqip, edhe i çova një Bibël, ja ku shfotua, ishte shumë i gëzuar. Edhe më mbajtja dhe Biblën jashtë, Bibla ime. Edhe kam marrë këtë, mos gaboj, javën që kaloi. Gjatë gjithë javës kishte kaluar librin e Zanafillës, pastaj hyrë tek Eksodi, edhe unë i këshillova atë nga Gjoni, po se mbajti mend atë, edhe vazhdoi nga fillimi në shtëpi. Dje Davidi ndau ungjillin me të, edhe ishte i hapur. Ai mori vendim të besonte Jezu Krishtin. Është një kohë e madhe, ata po punojnë duke i besuar Perëndis për të ungjillizuar, për të mbjellë. Edhe unë jam mirënjohës Zotit sepse çdo javë Perëndia sjell njerëz aty, edhe gjithë kjo për shkak të Zotit, jo për shkak të atyre. Por gjithashtu besoj se Perëndia i nderon ata që nderojnë atë. Edhe mundi në Zotin nuk është i kot. Edhe nga vargjet e preferuara të tanishme të atyre janë nga Psalmi 126:56, që thot ata që mbjellin me lot do të korrin me ngazëllim. Ai që shkon duke qarë tek ta mbar fare të çmuar, pa dyshim do të kthehet përsëri me ngazëllim, duke sjellë me vete duajt e tij. Edhe ata po shohin tani pas muajsh duke ungjillizuar, duke mbjell. Si Perëndia po kthejnë tani atë që ata po bëjnë. Edhe nuk është vetëm me ata, besoj se Zoti e përdor me të gjithë ne. Duhet të kemi mendjen, zemrën në arën e Perëndis, për të kërkuar atë që ka humbur. Për mua është gëzim që të shoh këto gjëra, po ka një gëzim që është më i madh se sa kjo, që është themeli. Sepse ata e marrin fjalën e Perëndis, edhe pastaj përpiqen ta zbatojnë gjatë javës. Dhe një nga gjërat që Perëndia na kërkon ne është jemi bërës të fjalës, madje është themel. Sepse një shtëpi që themelohet mbi shkëmbë është ajo shtëpi që i bindet shkrimeve. Është ai person që e bën fjalën e Perëndis, e zbaton në praktikë, ndërsa ai që nuk e zbaton në praktikë është themeluar mbi rreth. Dhe për mua është një gëzim, sepse kur dëgjoj për shembull Zoti më tha të dielën, pastaj fillon të kujtoj Zotit diçka dhe fillon të bindet asaj gjatë javës. Edhe unë e shoh dorën e Perëndis që vepron ata. Edhe jam mirënjohës për këtë. Ne kemi nisur këtë sistem dishepullizimi deri në mars të vitit që vjen dhe kërkojmë duke besuar Perëndis që ata të themelohen në gjërat bazë. Edhe janë 3 gjëra kryesore, ndërkohë që kalojmë 21 mësime. Gjëja e parë është, a jam unë bërës i fjalës Perëndis? Sepse nëse 21 mësimet janë vetëm në kokë, atëherë nuk ka peshë të madhe kjo përpara Perëndis. Sepse në sytë e Perëndis nuk është i mençur ai që e dëgjon fjalën, por i mençur është ai që e dëgjon dhe zbaton fjalën. Edhe nëse nuk e zbatojmë, nuk kanë vlerë. Edhe dyta është, a ka ndonjë gjë që ndoshta në të kaluarën kam marrë maja, por do ta heq tani sepse shkrimet thonë kështu. Edhe treta është, jam gati që këtë që kam zotëruar të mund të jetoj dhe t'ia përçoj dikujt tjetër, kur Zoti të më besoj. Por ai duhet të shohë jetën time, duhet të shohë besimin tim në bindje ndaj fjalës, që pastaj të mund të bëhet edhe ai një bërës i fjalës, siç jam unë. Sepse secili bën dishepull sipas llojit të vet. Nëse unë e besoj Biblën, dhe nëse unë i bindem Biblës, dhe nëse unë praktikoj Biblën, atëherë me të drejtë mund të kërkoj Perëndis një fryt,
një birë që të mund të bëhet si unë, e të mund të ndjek Krishtin sikur se unë e ndjek Krishtin. Edhe këto janë gjërat që po ecin përpara. Edhe lavdi Zotit, Zoti është i mirë dhe besnik në këtë. Edhe kjo është shërbesa që bëm 28 qershor, unë qëndrova 10 ditë më saktë, andaj po 2 të diela. Edhe aty keni Francin, ai është hera 2 që ka ardhur. Tani ka disa herë. Dhe pastaj është edhe një grua nga zona e Slave, andaj nga Veriu, po është katolike. Edhe ajo ka ndërtuar marrëdhënie me motrën, edhe është e hapur. Edhe ende nuk ka marrë një vendim, por i besojmë Perëndis përpara. Lavdi Zotit për këtë. Pas takimit ne ham darkë bashkë. Ama nuk ikim. Barën takimin, faleminderit që keni ardhur, do ham bashkë. Edhe ulemi aty në sallë. Edhe kemi bërë me rotacion. Njëri gatuan një herë, pastaj gatuan tjetri, pastaj tjetri. Gatuaj edhe unë, për mua gatuan Davidi, unë vetëm jap lekët. Se nuk e çoj dot nga Shqipëria. Por është një bekim. Edhe kështu ndajmë të gjithë barën, lutemi të gjithë, punojmë të gjithë, që shërbejmë Zotit të gjithë, gëzohemi të gjithë, trishtohemi kur ka një trishtim të gjithë. Por duke i besuar Perëndis që të jemi ata lloj njerëzish që Perëndia dëshiron që të jemi. Mësimi i sotëm ka të bëjë pikërisht me fushën e misioneve tona. Po flas për misionet individuale, për fushën e Ungjillit. E ne kemi folur për atë temë që kemi quajtur për tej frikës. E ne folëm herën e parë, ne folëm për tej frikës si të fitosh mbi mëkatin, ka fitore mbi mëkatin. Për tej frikës si të fitosh mbi gjigantët, ka fitore mbi çdo gjigant. Dhe ne pam parimet e fjalës Perëndis që Perëndia na udhëzon që të kemi fitoren. Edhe nëse duam një jetë fitoresh, atë do ta marrim shkrimin, edhe pastaj do ta besojmë shkrimin, edhe pastaj do ta jetojmë shkrimin, edhe të shohim Perëndin që përmbush shkrimin e tij. Sepse Bibla thotë qielli dhe toka kalojnë, por jo fjala e tij. Të bekuar janë ata që e besojnë fjalën e Perëndis. Edhe sot për tej frikës duke ungjillizuar me guxim. Nga Romakët 1:16 thuhet se unë nuk kam turp për ungjillin e Krishtit, sepse ai është fuqia e Perëndis për shpëtim të kujdo që beson, së pari judeut, por edhe grekut. Tani çfarë duke thënë Pali? Pali duke thënë që unë nuk kam turp. Edhe ai u thot atyre që janë në Rom, madje një varg më përpara ai thot unë jam gati të vi dhe në Rom, edhe të ndaj ungjillin në Rom, sepse Roma ishte perandoria më e madhe botërore. Edhe të flisja për një njeri që kishte vdekur, ishte varrosi, ishte ngjallë dhe bie besimin në të, ishte diçka e çmendur. Por Pali tha nuk kam turp. Nuk kam turp për ungjillin e Krishtit, sepse mbase disa të krishterë në Rom kishin turp. Kishin frikë të dëshmonin për Krishtin. Prandaj pyetja më sfiduese është: a kemi ne turp si bijtë të Perëndis të shpallim shpëtimtarin ton, të tregojmë të tjerëve se si ata të pajtohen me Jezu Krishtin? Edhe Pali ishte njëri kurajoz. Edhe Pali ishte ai që na fton ne që të ndjekim atë. Te Veprat 17 Bibla na tregon për Palin që ai ishte një njeri që kudo që shkonte, dëshmonte për Jezu Krishtin. Bibla thot prandaj ai diskutonte me judejnë në sinagogë dhe me persona të devotshëm dhe për ditë në treg me ata që takoheshin me të. E gjem Palin në treg sepse te tregu i mblidheshin njerëzit. Tani njerëzit mblidhen nga Volga, në treg vetëm sa i plenë shpejt e ikin. Ku janë njerëzit? Edhe Pali ishte ku ishin njerëzit? Ai ishte mes tyre, ai ishte për të ndarë ungjillin, ai ishte për të dëshmuar. Edhe kështu thot Pali që nga Jeruzalemi për qarke deri në Iliri kam predikuar plotësisht ungjillin e Krishtit. Çfarë bekimi? Edhe ky është apostulli ynë. Ky është ai që thotë që unë nuk kam turp për ungjillin. Ky është ai që u tha Romakëve, dëgjoj, merrni zemër, mos keni turp për ungjillin. Ky është ai që vjen na thotë neve, merrni zemër, mos keni turp për ungjillin. Sepse është fuqia e Perëndis. Te Romakët 10 vargu 14 Bibla thotë atëherë si do t'i thrasin atij kujt Jezu Krishtit, shpëtimtarit, në të cilën nuk kanë besuar. Dhe si do të besojnë në të, për të cilën nuk kanë dëgjuar. Pra nuk mund të thraset nëse nuk besojnë, dhe nuk mund të besosh nëse nuk dëgjojnë, sepse besimi vjen nga dëgjimi, dëgjimi vjen nga fjala. Vazhdon dhe thotë, dhe si do të dëgjojnë, kur nuk kanë një predikues. Pra një njeri nuk mund të shpëtohet nëse nuk ka një predikues që ndaj ungjillin atij. Sepse i pëlqeu Perëndis.
që të vinte në duar tona lajmin e mirë. Ai mund ta bënte me engjëj. Ai mund ta bënte në shumë mënyra. Por e vendosi lajmin e mirë, shpëtimin e shpirtrave të njerëzve në duart e secilit prej nesh. Prandaj si do shpëtohet dikush nëse nuk ndajmë Ungjillin? Është pamundur. Patjetër Zoti është ai që e bën gjërat e pamundura të mundura, por kuptoni peshën e përgjegjësisë që Perëndia ka vendosur mbi çdo njeri të rilindur. Që do të thotë një ditë kur të dalë përpara tij, atëherë ai do na kërkojë llogari për atë që na ka besuar. Sepse e vuri fjalën e tij, e vuri lajmin e mirë në duart tona. Prandaj predikimi i Ungjillit është jetik. Për secili prej nesh ta bëjmë atë në bindje ndaj Zotit, për te faktit që ai do shpëtohet. Është jetik. Ne kemi nevojë për predikues të Ungjillit. Ne kemi nevojë për punëtorë të korra. Vetë Jezusi tha, lutuni Zotit të korrave të dërgoj punëtorë. Por e dini çfarë bëri pasi tha te Mateu 9? Ai pasaj i dërgoi të 12-tët. Lavdi Zotit, unë jam lutur për ty shko. Jo, nuk shkon ashtu. Lutuni Zotit të korrave të dërgoj punëtorë dhe Zot, ja ku jam, më dërgo mua. Të gjithë duhet të përgjigjemi, edhe të kërkojmë Perëndis të shtojmë më shumë. Këta të thotë do bëjmë dishepujt do të bëjmë dishepujt dhe ja më shumë punëtorë të korra. Sepse ne jemi punëtorë të korra. Bota e humbur nuk është punëtorë të korra. Po lutuni Zotit të korrave duke qenë të gatshëm të shkojmë në të korra. Të shkojmë. Por djalli nuk është i kënaqur që të hapim gojën, sepse ai nuk do që njerëzit të shkojnë në paraqe. Ai nuk do që njerëzit të bëhen adhurues të përjetshëm të Perëndis. Ai nuk do që njerëzit të pajtohen me Perëndin me gjakun e Krishtit. Ai dëshiron që t'i çojë në ferr. Ai dëshiron t'i mbajë të verbër. Prandaj do që të na friksoj. Prandaj do që të na bëjë me turp. Prandaj do që këmbët tona të dridhen kur kemi një shok apo një gjë apo të flasim edhe ne mpakemi nga frika. Kur ne kuptojmë se Ungjilli është jetik, nuk është thjesht një mesazh, por është jetik sepse është fuqia e Perëndis për shpëtim. Por është fuqia e Perëndis që vepron ose që shpëton njerëzit e humbur. Turpi dhe frika bëhen të parëndësishëm përballë perspektivës së përjetësisë. Ungjilli i Krishtit, kur unë besoj në Jezu Krishtin, dhe Ungjilli është ai vdiq për mëkatet e mia, u varros dhe u ringjall të tretën për mëkatet e mia. Atë kur unë besoj në Ungjillin, që vdekja e tij ishte për mëkatet e mia, varrosja e tij ishte për mëkatet e mia, ringjallja e tij ishte për mëkatet e mia. Ky Ungjill bëhet fuqia e Perëndis për mua. Edhe njerëzit kanë nevojë të dëgjojnë Ungjillin e Perëndis. Ne duhet ta mposhtim frikën, turpin. Po le të lutemi Perëndis përpara, edhe le të besojmë Perëndis të na flasi, të na motivojë, të na drejtojë sot. Faleminderit për njerëzit e tu që janë besnik në shtëpinë tënde, Zot. Jam mirënjohës dhe është një gëzim dhe inkurajim dhe nxitje për jetën time personale, Zot. Faleminderit për këtë. Ti e dej, Zot, që të marrësh lavdin dhe adhurimin, edhe Zot ne ofruam frutën e buzëve që rrëfejnë emrin tënd. Dhe unë t'jam mirënjohës Perëndia im sepse ti je besnik, Zot, edhe meriton, Zot, besnikërinë tonë. Dhe Zot, unë përulem përpara te dhe lutem që ti të më marrësh, më përdorësh Perëndia im për të përçuar fjalën tënde njerëzve të tu, Zot. Unë jam thjesht një erë, Zot. Ti e Perëndia që je bariu i tyre. Je kryebariu që i do ju shen, Zot im. Dhe lutem që ti hapësh një fjalë secilit prej nesh, Zot. Dhe nëse dikush Perëndia im është i humbur, hapi sy të shpëtohet. Lutem, Zot, që të na drejtosh nëpërmes fjalës tate, që të kemi guxim kurajo, duke besuar shkrimin, e të dalim, Zot, pa turp, për të ndarë, Zot, lajmin e mirë me të humburit. Në emër të Jezusit, Zot, lutem. Amen. Amen. Tani të Romakët 1:16 vinë edhe vargu 17 dhe 16 në thotë se unë nuk kam turp për Ungjillin e Krishtit, se ai është fuqia e Perëndis për shpëtim të kujdo që beson. Së pari, judeut, por edhe grekut, pra çdo njeriu. Sepse në të, ku në të? Në Ungjillin, në të drejtësi bërja vazhdon pasaj. Nuk kam turp për Ungjillin e Krishtit sepse ai është fuqia e Perëndis. Pa duhet kuptojmë një gjë. Në Ungjillin është fuqia e Perëndis për shpëtim. Nuk është në oratori, nuk është në elokuencë, nuk është në hajden e kish, nuk është pa gëzohë, nuk është përpiqur të kesh shoqëri të mirë. Nuk është në Ungjillin fuqia e Zotit për shpëtim. Nëse unë e mbaj afër, lavdi Zotit. Nëse unë kujdesem për të, lavdi Zotit. Por kaq është një fe. Unë duhet t'i jap atij lajmin e mirë. Dhe lajmi i mirë ka dy anë kryesore. Së pari ka një lajm të keq,
që ti nuk shpëtohesh dot vetë. Nuk mund të nxjerrësh dot veten. Dhe gjendja jote është e rënë, e mëkatare ndar nga Perëndia dhe paga e mëkatit është vdekja dhe kjo do të thotë një ndarje përjetshme. Por lajmi i mirë është Perëndia siguroi një rrugë për ty. Krishti vdiq për mëkatet e tua, u varros dhe u ringjall sipas shkrimeve. Është lajmi i mirë. Zoti siguroi një shpresë për mëkatin tënd, një kurrë për mëkatin tënd, një çlirim për mëkatin tënd, një shpëtim për shpirtin tënd, që të mos vuash përjetësisht për shkak të mëkatit. Është Jezusi. Pra kjo është ajo. Në Ungjillin është fuqia e Perëndis, pra nuk është në oratori, nuk është në elokuencë, nuk është në arsim të lartë. Qoftë ky teolog, qoftë ky në arsim laik, nuk është aty. Është në Ungjillin. Prandaj shpeshherë të krishterët e dobësojnë Ungjillin dhe djalli punon që ta dobësojnë Ungjillin, që të mos ndajnë Ungjillin, ose ta shpërfytyrojnë, ose ta bëjnë të pjesshëm, ose jo të plotë. Puna jon nuk është të diskutojmë Ungjillin, po ta përçojmë atë siç duhet, sepse Ungjilli është fuqia e Perëndis. Prandaj disa të krishterë me dashje po pa dashje pengojnë. Duke e dekoruar Ungjillin me gjëra që nuk ka nevojë të dekorojnë. Por gjithashtu, jo vetëm që është fuqia e Perëndis, po në Ungjillin e Krishtit zbulohet drejtësibërja e Perëndis. Tani kur flasim drejtësibërja e Perëndis, nuk e di si mendoni ju, por mendja ime sa herë që mendoj për drejtësibërjen e Perëndis, menjëherë mendoj kush mund të përballet me një Perëndi të drejtë. Nuk e di si mendoni juve. Por kur flasim për drejtësibërjen e Perëndis, duhet të krahasojmë shkrimet me shkrimet të kuptojmë. Te Galatët 3:21 vire çfarë thotë? A është ligji pra kundër premtimeve të Perëndis? Mos e dhën Perëndia, sepse po të dhën një ligj që mund të jepte jetë, në të vërtetë drejtësibërja duhet të ketë qenë nga ligji. Domethënë drejtësibërja është nga ligji? Bëj. Logjika jon kështu thot apo jo? Nga ana njerëzore. Por Bibla nuk thot atë. Vjen në Galatas 2:21. Unë nuk e hodh poshtë hirën e Perëndis, sepse nëse drejtësibërja vjen me anë të ligjit, atë Krishti ka vdekur më kot. Pra po marrim çik më shumë dritë nga Bibla apo jo? Në Romakët 3:20 është ai vargu në mes që themi gjithmonë. Vargu 23, sepse gjithë mëkatuan. Të shkojmë çik në kontekst më sipër më poshtë. Vargu 20 thot, prandaj me anë të veprimeve të ligjit nuk ka për të drejtësuar asnjë mish në sytë e tij. Pra feja nuk të drejtëson. Përpjekja të veprave të mira nuk të drejtëson, nuk mundesh të jesh i drejtë. Edhe thot me anë të ligjit është njohja e mëkatit. Pra kur ti shef ligjin kupton që je mëkatar. Mos gënje, mos vit, edhe kupton tërë ligjin, mos vri deroatin në nënën tënde, atë kupton që ligji është i shenjtë, i drejtë dhe i mirë, edhe ti shikon që përballë ligjit je fajtor. Tani vargu 21, por tani u manifestua drejtësibërja e Perëndis, pra kur Perëndia po flet për drejtësibërjen e tij, nuk e ka mbaj ligjin, e ka për diçka tjetër. Pa ligjin, e dëshmuar nga ligji dhe profetët, pikërisht drejtësibërja e Perëndis që është me anë të besimit. Pra si mund të bëhesh i drejtë në sytë e Perëndis? Cila është drejtësibërja e Perëndis? Me anë të besimit të Jezu Krishtit, që është për të gjithë dhe mbi të gjithë ata që besojnë se nuk ka dallim. Vargu 23, sepse të gjithë kanë mëkatuar dhe nuk e arrin lavdinë e Perëndis. Vargu 24, duke u drejtësuar falas. Falas. Nuk drejtësohesh dot vetë, po Zoti të drejtëson falas. Me anë të hirët të tij, nëpërmjet shpengimit që është në Krishtin Jezus. Pra nëse dëshiron të bëhesh i drejtë përpara Perëndis, ka vetëm një mënyrë, përmes Jezu Krishtit. Edhe thot, vargu 25, të cilin Perëndia ka vënë që të jetë flim shlyerje, me anë të besimit në gjakun e tij, që të deklarojë drejtësibërjen e tij. Pra si e deklaron Perëndia drejtësibërjen e tij? Me anë të besimit në Jezu Krishtin. Për ndjesën e mëkateve të skaluar nëpërmjet tolerimit të Perëndis, vargu 26, që të deklarojë pra në këtë kohë drejtësibërjen e tij që ai të jetë i drejtë dhe drejtësuesi i atij që beson në Jezusin. E kuptuam çfarë po thot Bibla? Drejtësibërja e Perëndis nuk është kërkesë ligjore që na dënon. Drejtësibërja e Perëndis është dhurata e Perëndis që na shfaqson. E kapëm? Sepse në qoftë se përballesh me ligjin që është i drejtë, atëherë ligji është shumë i ashpër.
paga e mëkatit është vdekja. Të shkosh në ferr. Kjo është kërkesa ligjore. Dhe kërkesa ligjore është nuk je i mirë, do dënohesh. Por drejtësia e Perëndis ose drejtësibërja e Perëndis. Jezu Krishti vjen dhe thotë ti e the ligjin, por unë do të marr dënimin për ty, që të mos vdesësh. Pra Perëndia nuk po kërkon të jemi të përsosur, sepse nuk jemi të përsosur. Nuk po kërkon të jemi të përsosur për të qenë të dashur prej tij, por ai na kërkon që të bëhemi të dashur në birin e tij. Edhe na jep pastërtinë e Jezusit si dhuratë falas që të bëhemi të pastër në sytë e tij. Kur ne zgjedhim të besojmë Jezus, sigurisht, atë ne bëhemi drejtësibërja të drejtë përpara Perëndis përmes drejtësibërjes së Perëndis. Romakët 1:16, se unë nuk kam turp për ungjillin e Krishtit, sepse ai është fuqia e Perëndis për shpëtim të kujdo që beson, së pari judeut pastaj grekut, sepse në të, në Jezusin, drejtësibërja e Perëndis zbulohet. Është e vetmja mënyrë që të mund të bëhesh i drejtë përveç se në Jezusin. Nga besimi, në besim, sikur se është shkruar, i drejti do të rrojë me anë të besimit. Shikoni Filipianët 3:9. E të gjendem në të duke mos pasur drejtësibërjen time, ose do kesh drejtësibërjen tënde, ose do kesh drejtësibërjen e Perëndis. Nëse do vesh me drejtësibërjen tënde, atëherë mbaj ligjin. Por nëse e kupton që nuk e mban ligjin dhe je mëkatar, atë prano drejtësibërjen e Perëndis, dhe drejtësibërja e Perëndis është Krishti pagoi për ty. Që është nga ligji, por që është nëpërmjet besimit të Krishtit. Drejtësibërja që është e Perëndis me anë të besimit. Te Romakët 1:17, Bibla thotë që Pali po citon tani Habakukun. Edhe kur po citon Habakukun, ai heq një pjesë, sepse thotë që sikurse është shkruar i drejti ka për të jetuar me anë të besimit. Tani Habakuku nuk tha ashtu. Ishte shkruar ndryshe. I drejti ka për të jetuar me anë të besimit të tij. Po kur fryma e shenjtë e merr tani atë varg nga Habakuku dhe e zbaton në kohën e kishës, ja heq të tijën. Pse? Sepse në dhjatën e vjetër, një njeri duhet të shkonte te Perëndia përmes drejtësisë së tij, përmes besimit të tij. Pra me besim dhe me vepra. Edhe ky është ligji. Mirë po ligji, thot fjala e Perëndis në dhjatën e re, është mësuesi për te Krishti. Edhe Pali e heq këtë, sepse një njeri kur shpëtohet, nuk shpëtohet me besimin e tij. Po me kë besim shpëtohet? Me besimin e vet Perëndis. Perëndia i jep një njeriu të pashpëtuar, jep rrugën e shpëtimit, qenjë që u flyua për ta, besimin që të besoni Jezu Krishtin, edhe gjithashtu i lë vetëm në dorë të zgjedhje të mohoj ose të refuzoj Jezu Krishtin, të pranoj ose jo dhuratën e tij. Sepse fjala e Perëndis na tregon, shikoni pak, te Romakët 3:22, pikërisht drejtësibërjen e Perëndis që është me anë të besimit të Jezu Krishtit. Pra Jezusi është drejtësibërja e Perëndis dhe besimi në të bën të drejtë në sytë e Perëndis, po ky besim që Perëndia na bën të drejtë është besimi vetë Jezu Krishtit, është besimi i Perëndis tonë. Galatasit 2:16, duke e ditur se një njeri nuk drejtësohet me anë të veprave të ligjit, por me anë të besimit të Jezu Krishtit. Takon një njeri të pashpëtuar, i ndan Ungjillin, edhe i thua beson në Zotin Jezu Krisht. Edhe ne themi, ai nuk beson. Ai nuk ka besim. Ai ka besim. Ai nuk do të besoj. Sepse Perëndia thot kur ju u shpëtuat me besimin e Jezu Krishtit, jo me besimin tuaj. Ju thjesht morë dhuratën e Perëndis. Prandaj një njeri do të shkojë në parajs, sepse është nga hiri i Zotit. Jo sepse ai besoi në të, në me besimin e tij. Dhe njeri do shkojë në ferr, sepse ai zgjodhi të refuzojë dhuratën e Perëndis. Pra me anë të besimit të Jezu Krishtit, pikërisht edhe ne kemi besuar në Jezu Krisht, ne e besuam. Pra atë besimi që Zoti na dha, besuam në Jezu Krisht. Po është besimi i Jezu Krishtit që na shpëtoi, që të mund të drejtësohemi me anë të besimit të Krishtit përsëri. Ne jemi futur në mes këtu. Por besimi i Krishtit, ne besimi i Krishtit. Jo me anë të veprave të tij, sepse me anë të veprave të ligjit nuk ka për të drejtësuar asnjë mish. Efesianët 2:8-9 thotë sepse me anë të hirit ju jeni shpëtuar nëpërmjet besimit. Hiri sigurisht është hir, nuk është vepër. Besimi im shpallet në veprat e mia.
Ajo që unë besoj do të tregohet përmes veprave të mia. Por Perëndia thotë që nuk vjen nga besimi yt. Nuk vjen nga veprat që të mos mburresh. Pra gjithçka, hiri, besimi, gjithçka është dhuratë e Zotit. Prandaj ne më shpëtuar me anë të shpëtimit të Jezu Krishtit. Por ka një gjë. Zoti dha hirin e tij falas, dha besimin falas, dha birin e tij falas, dha gjithçka falas. A do të thotë kjo që njëri thjesht vetëm me kaq do shpëtohet? Jo. Ai ka një zgjedhje. Zgjedhja është nëse e pranon ose jo Jezu Krishtin. Sepse Bibla thot, por të gjitha atyre sa e pranuan, ai u dha pushtetin të bëhen bijtë të Perëndisë atyre që besojnë në emrin e tij. Ai që ka birin, ka jetën. E para Gjoni 5:12. Ai që nuk ka birin e Perëndisë nuk ka jetën. Sepse paga e mëkatit është vdekja, por dhurata e Perëndisë është jeta e përjetshme nëpërmjet Jezu Krishtit, Zotit tonë. Romakët 6:23. Pra Zoti na jep dhuratë, ose e merr, ose e lë dhuratën. Nëse një njeri nuk dëgjon ungjillin, nuk mund të shpëtohet. Po kur dëgjon ungjillin, ungjilli është fuqia e Perëndisë për shpëtim. Edhe Perëndia i ka dhënë gjithçka atij. Edhe ai vetëm thjesht ose refuzon ose pranon. Është kaq është. Sepse kushdo që do të thrasë emrin e Zotit do të shpëtohet. Dhe Jezusi tha, ju nuk doni të vini tek unë që të keni jetën. Prandaj nuk është paracaktim që nga përjetësia, siç thon kalvinistët, që të shkojmë në ferrën e parajs. Është me vullnet të lirë. Të humburit gjejnë alibi. Nuk mund të jetoj dot jetën që ti po më kërkon. Nuk ke pse të jetosh jetën. Ti duhet të besosh në Jezu Krishtin. Ka shumë hipokrit në kish. Më fal, por po flasi për hipokrit, po flasi për shpëtimin tënd. Po flasi për Perëndin që vdiq u varros dhe u ringjall për ty që je mëkatar do të dalësh gjykohesh përpara Zotit. Ato të lidhësh për jetësinë tënde me një hipokrit në kish? Njerëzit thjesht duhet të marrin dhuratën. Kaq. Merë dhuratë. Besoni Jezu Krishtin. Perëndia ka për shumë të thjesht shpëtimin son. Shumë të thjesht. Edhe themi ne, po jo, s'ka besim, ai e kuptoi. Thjesht ne nuk rrim me Biblën, po të rrim me Biblën, ne kuptojmë që çdo gjë është qartë. E di çfarë ka nevojë për një njeri? Për ungjillin. E di çfarë ka nevojë ungjilli? Për ju. E di çfarë keni nevojë ju? Të mos keni turp. Aq. Një njeri pa shpëtuar ka nevojë për ungjillin, sepse ungjilli është fuqia e Perëndisë për shpëtim. Ungjilli ka nevojë për ju, bitë e tij që të ndani ungjillin sepse Zoti e vuri ungjillin në duart tuaja. Ka nevojë edhe për mua, e vuri në duart tona, në duart e mia. Por gjithashtu, ne duhet ta ndajmë atë, dhe të mos kemi turp për të dëshmuar për të. Besoj se keni dëgjuar për Martin Lutherin, reformator gjerman. Lutheri faktikisht kur ishte i ri në moshën 21 vjeç, prindit e tij donin ta bënin avokat. Kaloi ca peripeci në jetë të gjitha, në një moment ai ishte i friksuar, pati një traumë në jetë, një problem madje për jetën e tij dhe ju lut Shënmaris. Në atë frikën që kishte dhe tha nëse do më shpëtosh nga kjo që kam përpara, unë do të shërbej plotësisht me jetën time Perëndisë. E Shënmaria ishte mbretëresha se ajo që i lutesh minatorë, në atë kohë. Edhe po flasim në vitet 1400, më thënë. Nëse ajo që ndodhi me Lutherin ishte që ai shpëtoi nga ajo. Edhe pastaj tha prindërve që unë do t'i lë gjithë këto gjëra, do bëhem murg. Edhe vajti u bë murg, ndoshi rrugën e prigtërisë. Të bëj prikt katolik. Tani kishte aq shumë frikë nga Perëndia Luteri, në fakt, në shekullin 14, 15, 16, që njihet koha e Filadelfisë. Kishte një ndjenjë në masë të madhe të gjithë popullatës për shenjtërinë e Perëndisë. Edhe një frikë nëse do të shkonin në ferr, dhe nuk donin të shkonin në ferr, të shkonin në parajs. Kjo ishte një derë e hapur që Perëndia kishte punuar në zemrat e njerëzve. Edhe kjo ndodhi pothuajse në gjithë botën në Filadelfi. Nësa sot është një derë mbyllur, dhe njerëzit nuk duan t'ia dinë për shenjtërinë e Zotit. Po sepse nuk duan t'ia dinë laodicianët, Zoti nuk e ka humbur shenjtërinë e tij. Tani amet po kthehemi te Luteri, dhe Luteri kishte kaq shumë frikë, edhe ajo që ndodhte ishte që ai kërkonte të bënte çdo gjë siç duhet në mënyrë që të fitonte parajs.
Edhe kur vajti në manastir, ai filloi të rrëfente çdo mëkat. Edhe ishte hyrë aq thellë sa që kryeprifti u tremb nga pastërtia e madhe e Luterit, edhe nga ato rrëfimet e mëkateve që atij i dukeshin të pakuptimta. Edhe për gjëra që ishin pa kuptim. Edhe i tha Luteri, dëgjoj, shko dil bë një mëkat të vërtetë, hajde këtu rrëfeje, se unë nuk të kuptoj ty çfarë po bën. Po Luteri ishte në këtë, saqë priftërinë i quani këta lloj njerëzish që kanë hyrë në banjën e djallit. Edhe çdo gjë u duket demoniake, nuk duket asgjë e pastër. Dhe Luteri shkon që të lexoj Biblën, në atë kohë Bibla ishte rrallë, edhe tërë ata në manastir e kishin mundësi një herë që ta lexonin Biblën, ta merrnin në dorë në jetën e tyre, sepse kishte shumë. Dhe Luteri shkonte fshehur azi dhe lexonte Biblën në bibliotekë. Dhe për 2 vjet rresht ai mësoi psalmet përmendësh. Edhe e dinte shumë mirë në fjalë e Perëndis, edhe ai thot fiksova çdo varg në faqe ku ishte. E dini kur e përdorni Biblën, jo teknologjinë. Ky varg është në filan vend, në filan vend. Edhe në meshën e parë që ai mbajti si prift, atij dridheshin duart, sepse ai e dinte që ishte në mendjen e tij duke shërbyer në Kishën Katolike, në mendjen e tij përpara një perëndie të shenjtë. Pastaj filloi të jepte mësim në universitet në Gjermani, dhe kur filloi të jepte mësim në universitet, patjetër teologji, ai u përball me një problem, me një kontradikt. Edhe nga Psalmi 31 që ai dinte shumë mirë, ai ti rrifte siç e kiç në mendje, një gjë që i dukej shumë e vështirë ta zgjidhte. Edhe Psalmi 31 thot në vargun e parë: Në ty Zot e vë besimin tim, mos më lër të turprohem kurrë, çlirohem në drejtësibërjen tënde. Tani Luteri që rrëfente kaq shumë mëkatet, edhe kishte frikë, edhe nuk donte të shkonte në ferr, edhe ishte serioz, edhe i gjende në këtë lakun e asaj që përpiqej të mbante veten të shenjtë. Edhe thot, më çliro në drejtësibërje, Zot, po të vite drejtësibërja jote, unë vdes fare. Sepse ti je i shenjtë, kush mund të qëndroj përpara një perëndie të shenjtë? Mi po, kur vazhdoi të lexonte Biblën, ajo që ndodhi që Perëndia i hapi syt një ditë. Edhe ai vjen në vargu 17, te Romakët. Çlirohem në drejtësibërjen tënde. Se na folëm tani për drejtësibërjen apo jo? Edhe thot, sepse në të, në Jezusin, drejtësibërja e Perëndis zbulohet. Çlirohem në drejtësibërjen tënde. Kush është drejtësibërja e Perëndis që është zbuluar tani? Si e ka emrin? Jezus. Çlirohem në drejtësibërjen. Dhe sytë e tij u hapën. Edhe ai kuptoi këtë, që drejtësibërja e Perëndis është drejtësia vetë Krishtit, që Perëndia i adhuron besimtarit, i adhuron mëkatarit më saktë. Falas. Përmes besimit në ta. Sepse zbulohet nga besimi. Nëse nuk beson atë nuk mund të zbulohet. Por nëse beson, drejtësibërja e Perëndis zbulohet. Dhe Perëndia të jep ty, falas, drejtësinë e tij. Sa i drejtë është Perëndia? Ai të jep drejtësinë e tij. Merr njëri që është më i shenjtë në tokë. Sa i shenjtë është ai? Prapë është mëkatar përpara Zotit. Drejtësia e tij nuk e çliron dot ta nxjerrë të pastër përpara Zotit. Po Perëndia i ofron drejtësibërjen e tij. Edhe ky argument teologjik, po Luterin u bë rilindja e Luterit. Edhe ai hyri në një marrëdhënie personale me Jezu Krishtin, sepse ai vëri besimin e tij në atë që u bë drejtësibërja për të. Dhe është drejtësibërja e Perëndis, që është zbuluar në Jezusin, po është zbuluar me anë të besimit. Prandaj pyetja ime është, a jeni teologjisht saktë që Jezusi është Zoti, apo keni hyrë në një marrëdhënie personale me Jezu Krishtin përmes besimit në të? Çfarë lloj njerëzish jeni? Sepse ka ndryshim në këtë mes. Te Romakët 3:22 thuhet, prandaj me anë të veprimeve të ligjit nuk ka për të drejtësuar asnjë mish në sytë e tij, sepse me anë të ligjit është njohja e mëkatit, por tani u manifestua, ose u shfaq, ose u pa, ose u zbulua drejtësibërja e Perëndis, që është Jezusi, pa ligjin, e dëshmuar nga ligji dhe profetët, pikërisht drejtësibërja e Perëndis, që është me anë të besimit të Jezu Krishtit.
Zoti ka dhënë çdo gjë. Që është për të gjithë, sepse të gjithë mëkatuan, është për të gjithë. Dhe mbi të gjithë ata që besojnë se nuk ka dallim, hebrej apo jo hebrej. Vargu 26 thotë që të deklarojnë në këtë kohë, në kohën e kishës, drejtsinë e tij, që ai të jetë i drejtë dhe drejtësues i atij që beson në Jezusin. Prandaj drejtësibërja e Perëndis, ta konkludoj, është drejtësia e tij, e vetë Perëndis. Drejtësia e Zotit Jezu Krisht që Perëndia i adhuron falas mëkatarit. Kjo nuk është një drejtësi njerëzore, por është drejtësia hyjnore. Dhe kjo drejtësi vjen nga besimi në Jezus. Edhe Bibla thotë Romak 1:17 nga besimi në besim. Pra i drejti do të rrojë me anë të besimit, por është zbuluar nga besimi në besim. Çfarë do të thotë nga besimi në besim? Domethënë, shpëtimi ynë erdhi me anë të besimit në Jezu Krishtin. Dhe drejtësibërja jon është drejtësibërja e Perëndis kur u shpëtuam apo jo. Ne kemi veshur drejtësinë e tij, sepse ai na bëri të drejtë kur ne besuam në Jezu Krishtin. Na bëri të drejtë sa i drejtë është vetë Jezu Krishti. Por jo vetëm shpëtimi është me anë të besimit, por edhe ecja e krishterë nuk është me anë të veprave tani, me anë të ligjit tani, por është me anë të besimit përsëri. Pra zbulohet drejtësia e Perëndis, si mund të jesh i drejtë përpara Perëndis, nga besimi në besim, sepse shikoni çfarë thotë Galatasit 2:20, unë jam kryqëzuar bashkë me Krishtin, ky nuk është shpëtimi. Kjo është pjesë e një jete të njeriu të rilindur. Megjithatë, jetoj, ama jo unë, po Krishti jeton në mua. Edhe jetën që jetoj tani në mishin tim e jetoj me anë të jetën e tanishme. Po shpëtimin me anë të besimit të Jezusit. Po tani e jetoj me anë të besimit të Birit të Perëndis, i cili më deshi dhe dha veten e tij për mua. Prandaj Perëndia i ka dhënë dhe një të krishterë plotësisht potencial për të jetuar me besim. Jemi ne që heqim fjalën e Perëndis nga mendja, nga zemra, edhe mbjellim edhe hedhim dyshimet që ka kjo botë. Tani, e nisa me Luterin, sepse po flisja për Romakët 1:16, 17, edhe po flisja për kurajon. Luterit faktikisht, kur ju hapën sytë, ai gozhdoi 95 teza në kishën ku ai ishte. Edhe këto teza ishin kundër kishës katolike. Sepse kisha katolike pretendonte që të dinte shkrimet, ishte autoriteti suprem, pa gabueshëm, por nuk është pa autoriteti suprem. Perëndia është autoriteti suprem. Dhe nuk është fjala e papës se pa gabueshëm. Bibla është e pa gabueshme. Edhe gjyqi i Luterit u bë shumë i famshëm sepse në atë gjyq është një nga gjyqet më të mëdha, katolicizmi ka bërë shumë, por një nga gjyqet më të mëdha, edhe 206 figura në sallën e gjyqit. Përfaqësuesi diplomatik i papës ishte aty, perandori gjerman ishte aty, në sallën e gjyqit. Elita politike e kohës ishte aty. 5 ambasador të vendeve të Evropës ishin aty. 24 duk, ka shumë pesh kjo të ngritur. Nuk jemi për një gjyq murgu normal. Jemi për një gjyq serioz, për një ngjarje gjeopolitike. Dhe ju kërkua të revokonte mësimet e tij, të kishte turp për Jezu Krishtin. Kuptoni çfarë po them? Ta hidhte poshtë Jezusin, ta hidhte poshtë Biblën. Edhe ai tha, me qënë se madhëria juaj, edhe ishte perandori përpara, dhe zotërinjtë e mi kërkojnë një përgjigje të thjeshtë, unë do ta jap pa brirë dhe pa dhëmbë. Interesante si. Dhe ai tha, unë nuk besoj as te papët, as te këshillat e tyre, sepse është vërtetuar mjaft mirë se ata shpesh kanë gabuar dhe kanë kundërshtuar veten. Refuzoj të tërheq mësimet e mia, që shpëtimi është dhuratë nga hiri i Perëndis, me anë të Ungjillit Jezu Krishtit. Dhe nuk vjen nga mbajtja e sakramenteve apo nga kisha katolike. Ai tha që ndërgjegjja është e lidhur me Biblën. Edhe unë nuk mund të dëshmoj kundër ndërgjegjes sime. Me pak fjalë, Romakët 1:16 ishte vendi ku Luteri qëndroi. Unë nuk kam tort për Ungjillin e Krishtit, sepse ai është fuqia e Perëndis për shpëtim.
Në librin e veprave ne gjejmë një kishë motra dhe vëllezër që është aktive, që nuk ka turp, dëshmon kudo kthehet, majtas, djathtas dhe ndan lajmin e mirë. Nga 12 apostujt, 11 prej tyre vdiqën me vdekje martir. Historia ka 50 milion njerëz që janë vrarë, martiruar deri në këtë ditë, nga kisha katolike, edhe pastaj edhe nga regjime të ndryshme. Jan Hus, që është nga Bohemia, ose Republika Çeket e sotme, në shekullin e 14 kisha shpalli heretik. Pa në shpallësh heretik sot nuk është njësoj me të shpallësh heretik para 6 shekullit. Qofse shpallësh heretik do të sekuestroj prona, do të mohoj trashëgimia e fëmijëve. Nuk mund të bëja marrëveshje ligjore për të blerë, për të shitur. Nuk mund të martohesh ligjërisht. Nuk mund të vendosje trupin tënd në varr aty ku i vendi të gjithë në varreza. Do të torturohesh për të treguar emrat e heretikëve të tjerë ose atyre që ndajnë të njëjtin besim. Do të digjesh në turrën e druve. E dini çfarë bëri Jani? Ai predikoi që Bibla është autoriteti vetëm, jo dekretet e kishës. Dhe se Jezu Krishti është kreu i vërtet i kishës jo papa. Ai u doqi gjatë. Ai nuk pati turp për Ungjillin e Krishtit. Ky vëlla tindall në shekullin e 14 përktheu Biblën angleze përpara se të dilte King Jamesi, përktheu Biblën angleze. Edhe ai u dha njerëzve të thjeshtë. Edhe ajo që ndodhi është përsëri, ai u kap dhe u doq. Anne Askew, një grua angleze, është torturuar në kullën e Londrës dhe më pas është djegur në turrën e druve. Edhe mund të vazhdosh, 50 milion njerëz me jetën e tyre. Nuk ka rëndësi në qoftë se do hidhje fëmijët në gropën e luanëve. Nuk ka rëndësi në qoftë se do të digjesh në turrën e druve. Nuk ka rëndësi në qoftë se do të bëni ndonjë gjë. Çfarë do gjësh nuk do t'i ndalonte ata të hidhni poshtë Jezu Krishtit. Dhe mendoni ju që ne jemi kaq egoist për ca gjëra, lëm shërbesën e kishës për gjëra pa kuptim? Seriozisht i besoni Zotit? Por njerëzit e Perëndis, apo të kemi turp të ndajmë Ungjillin, të dalim nga vogla, apo të flasim me kolegët, apo të flasim me të tjerë, seriozisht mendoni që jeni të krishterë, pasues të Jezu Krishtit? Në shekujt e parë, pasuesit e Krishtit u përballën me një botë të egër. Ti shfaroste, ti digjte, ti hidhte në gropën e luanëve, ti shqyente gjymtyrët një nga një. Si të pandenj. Ata nuk u turpëruan sepse kuptuan që ndryshimi midis jetës së tyre të përkohshme dhe përjetësisë me Zotin ishte më i madh. Dhe sado dhimbje fizike që mund të kalonte nga xhelati, kryqi ishte më i ëmbël. Shpëtimtari ishte më i ëmbël se çdo vuajtje apo dhimbje që mund të hiqnin nga kjo botë e egër që ishte kundër tyre. Dhe bota nuk ka ndryshuar motra dhe vëllezër, nuk i do të krishterët. Vetëm ka ndryshuar mënyrën se si përpiqet të merret me të krishterët. Po është e njëjta botë që ishte nën kontrollin e djallit, është e njëjta botë që është sot në kontrollin e djallit, prandaj Jezusi tha, kur na shkruan përmes apostullit Gjon mos e doni botën, as gjërat që janë në botë. A dini atë këngën kam dëgjuar si të krishterët kohë më parë. U sollën përpara një mbreti barbar. Do të mësoni historinë e të parëve tuaj. Që e keni Biblën sepse ata nuk mohuan Jezusin dhe me gjakun e tyre mbrojtën dhe përquan brez pas brezi që të kishim një kopje. Dhe ju tha atyre të lirë do t'jeni, vetëm mohoni Krishtin. Nëse emrin e Krishtit do të mohoni këtu. Drejt vdekjes zgjodhen ata të shkojnë, birin e Zotit të mos mohojnë. Si një kor i madh angjëllor këndon, thuaj se mund të dëgjoj në shekuj që thonë. Edhe këto nuk janë fantazi, janë histori të dokumentuara reale. I kam dhënur besën qengjit Zot, me gjithë shka jam me zemër plot. Do të kërkoju fjalën t'ja nderoj. I kam dhënur besën qengjit Zot. Tani vitet ikin dhe koha shkon. Por çështja e Krishtit jo s'ndalon.
nga ata që e duan, edhe dalin, edhe dëshmojnë, edhe plasin, edhe qëndrojnë pa turp. Për atë që i do ata pa turp, që mbarti gjithë turpin tim në kryqin e Kalvarit, që u zhvesh, u pushtiu, turpërua. Pse të kemë unë turp për atë? Pse të keni ju turp për atë? Por ne kemi turp. Fatkeqësisht. Tani vitet ikin dhe koha shkon, por çështja e Krishtit jo s'ndalon. Tash është koha jonë zgjedhjet përballojnë. Refuzojmë këtë botë, kryqin përqafon. Dhe një nga një, në Laodice është dera troket, nuk jeton kisha për Zotin. Një nga një, të bekuar janë ata që hapin derën edhe lën Zotin të hyjë në ta e të marrë kontrollin e jetës. Jetën tonë të jetojnë, për atë që vdiq, jetën adhurojnë. Dhe në të fundit ditë, kur boria të pjarë, dhe të qëndrojmë kranar, do të vi ajo ditë, kanë ardhur shumë ditë në jetë, do të vi dita që do të vdisim një ditë, do të vi, nuk e shmangni do të vi dita ku do të dili ballë për ballë me Zotin. Kur boria të pjarë, dhe të qëndrojmë kranar, me guxim të rrëfejmë, i kam dhënë unë besën qenjit Zot, me gjithë ka jam me zemër plot, do të kërkoju fjallën të nderoj, rreth për para duke besuar ati. Vetëm 80 vjetë, vetëm një jetë, kalon, por jetësia është e madhe. Sot ne nuk përballemi me arenën me luan, po është arenë opinionesh. Çfarë do të thonë? Çfarë do flasin? Çfarë do bëjnë? Po shpifin, pa, ja ai, që ke bërë kaq i ulët, i krishterë, po flet për Jezusin, po shkon në kishë të dielën, si ka ikur nga mendja. Por sfida mbetet e njëjtë. Të mos kesh turp për Ungjillin. Të mos kesh turp për Ungjillin e Krishtit. Besnikëria ndaj Krishtit është investimi i vetëm që zgjat përjetësisht. Do t'jap 4 gjëra nga dëshmori i parë i kishës, Stefani, edhe janë të shkurtra. CV-ja ose rezumeja e një kurajozi. E dini Stefani është një nga 7 vjakët që u zgjodhen te veprat apo jo. Edhe në qofse e kujtohet pak edhe e keni aty të shkruar, që kur jepet për këta 7 burrat që u zgjodhen vjak, Stefanit i shkruen disa fjalë. Dhe ajo ishte rezumeja e tij që Zoti i jep. Dhe rezumeja e tij është, dhe kjo thënie u pëlqye nga tërë moria e dyshepu dhe ata zgjodhen Stefanin dhe Fryma e Shenjtë shkruan nëpërmjet Lukës shprehjes, një burr plot me besim dhe frymën e shenjtë. Pra kemi Stefanin që ka 2 gjëra në rezumen e tij, nga ana e Perëndis. Plot me besim, që do të thotë është bosh nga mosbesimi. Plot me besim, nëse ke një makinë me karburant, nëse e ke bosh, ajo është plot me ajër. Po është bosh apo jo? Po është plot, pra gjithashtu, po është plot me ajër. Pra ose do të jesh plot me mosbesim, edhe bosh me besim, ose do të jesh plot me besim dhe bosh me mosbesim. Pra njëri që është plot besim është njeriu që çfarë? Që ka vendosur të besojë premtimeve të Perëndis. Edhe ai e di që qielli dhe toka kalojnë, po fjala jo. Ai qëndron në fjalën e Zotit. Te Romakët 10:17 besimi vjen nga dëgjimi, dëgjimi vjen nga fjala. Atë plot besim është njëri që mbahet në premtimet e Zotit, është plot. Është bosh nga mosbesimi. Por gjithashtu është plot me frymën e shenjtë. Dhe që t'jesh plot me frymën e shenjtë nuk do të thotë që fryma e shenjtë të jep më shumë ty, por do të thotë që fryma e shenjtë merr më shumë nga ti. Atë në jetën e krishterë ose do t'jesh plot me veten, edhe bosh me frymën e shenjtë, ose do t'jesh plot me frymën e shenjtë dhe bosh me veten. Dhe Stefani ishte njëri që ishte plot me frymën e shenjtë dhe bosh me veten, me mishin e tij, agjenda e tij, mishi i tij, planet e tij, gjërat e tija. Çfarë kërkon Zoti për mua? Atë bënte. Çfarë kërkon Zoti për mua? Me fëmijët e mi, familjen time, punusën time, kishën time, gjërat që kam unë, punën time. Çfarë kërkon Zoti? Stefani është plot me besim. Është plot me frymën e shenjtë. Ka dorëzuar plotësisht veten e vet e Zotit. Kjo është agjenda e një guzimtar. Nëse nuk keni këtë një frikacak. Sepse vetja kontrollon
edhe sepse dyshimet bëjnë si krimpë gjatë gjithë jetës. Por hidhini dyshime, ose në qoftë se ende nuk dini se kush është Jezusi, zgjidheni këtë çështje. Ose në qoftë se ende nuk e dini se kush është Bibla, zgjidheni këtë çështje. Por nëse e keni zgjidhur, hidhini dyshimet poshtë. Mbahani fjalën e Perëndis lart. Mbahani premtimet e Perëndis. Edhe në qoftë se e kuptoni që vetëm etja në mish do të shkojnë në shkatrim, do të shkojnë në vrasje, do të shkojnë në vdekje, sepse ata që rrojnë sipas mishit do të vdesin. Atë hidheni poshtë. Në qoftë se besojnë që Galatësit 6:7 thot, ç'të mbjell njeriu do korr, nëse mbjell për mish do korr prishje, nëse mbjell në frymë do korr jetë. Besoj atë. Kjo është e civia. Rezistenca e një kurajozi. Bibla thot, atëherë quan nga sinagogës, e quhet sinagoga e Libertinëve dhe Kireas dhe Aleksandrin, dhe nga ata të Kilikis dhe të Azis, duke debatuar me Stefanin. Dhe ata nuk ishin në gjendje të rezistonin urtësisë së tij dhe frymës me anë të cilës ai fliste. E pa fytyrën e tij si të kishte qenë fytyra e një engjëll. Ka shumë gjëra këtu, por vini re një gjë. Ndërkohë që Stefani është plot me frymën, plot me besim, ai duke jetuar jetën e tij. E ndërkohë që jeton jetën e tij, ai po flet me njerëzit. Edhe ndërkohë që po flet me njerëzit po kundërshtojnë atë. Ai ka mjaft maturi, mjaft urtësi, edhe gjithashtu fytyra e tij është si fytyra e një engjëlli. Domethënë, ai është ashtu siç Pjetri na mëson që thotë që jeni gjithmonë gati për t'ju përgjigjur kujdo për shpresën që është në ju, por me butësi dhe druajtje. Ai është plot hir dhe të vërtetë. Por ai duke folur me ta, ai duke biseduar me ta, edhe ata kuptojnë që ka një urtësi qellore, sepse është urtësia e Perëndis në të, sepse ai tani është bosh me veten, po është plot me Zotin. Nëse ju kujtohet tek Mateu kapitulli 7, Jezusi thotë që ka një rrugë që është e ngushtë, edhe pak kalojnë nëpër të, dhe ka një rrugë që është e gjerë dhe shumë kalojnë në të. Mënyra si e kam gjetur unë në foto, e kam hedhur aty. Domethënë është një rrugë e ngushtë edhe ecin pak ca nëpër të, edhe mbase mund të jetë më e zhvilluar, ka ca lugina, ka ca male, dhe do të ngjitesh me vështirësi, krishteri me ndohet e më kalon e gjitha dhe më në fund vete në fund. A është kjo pamja? Nuk është kjo. Sepse ne jemi në botë, nuk jemi nxjerrë nga bota. Pamja me Stefanin është që Stefani ka turmën e njerëzve përpara dhe ai duke folur me ta për shpëtimtarin e tij. Edhe ka një turmë njerëzve që po ecin. A mund të imagjinoni të gjithë njerëzit që janë të vogla, le të themi që kanë në një drejtim. Edhe ti je në krahun e kundërt duke ecur të çash ata. Po duke ecur në krahun tjetër, ndërsa gjithë turma ecën në krahun tjetër. Edhe ti ndalon edhe thua, dëgjoj miku me diçka, tu të besosh në Jezusin, rruga që po shkon, andej të çon në shkatrim, do shkosh në ferr. Edhe duke përpjekur të lëvizësh, ndalon një tjetër, kap një tjetër, fol me një tjetër, fol me një. Kjo është ajo që po bën një njeri në rrugën e ngushtë. Një njeri që është kurajoz, nuk do t'ja di kush është përpara. Qoftë mbret, apo qoftë njeri i thjeshtë, qoftë një koleg pune, qoftë një pacient, qoftë ky një ministër, qoftë ky një president, kujt do qoftë. Ai është duke ecur përpara edhe ndaj kësaj turme, duke përpjekur të fitojë një njeri nga flakët e ferrit. Ai jeton si ambasador i Perëndis mbi tokë. Gjëja e tretë është nderimi i një kurajozi. Është interesante që Stefani po predikon atë predikim të mrekullueshëm edhe pastaj ja ku vjen në fund, Izraeli e hedh poshtë atë dhe marrin gur dhe vrasin atë. E ndërkohë që marrin gur dhe vrasin, është ndodhës që Bibla na tregon që qiejt hapen, edhe sa herë që qiejt hapen, ose dikush ngjitet ose dikush zbret. Edhe ndërkohë që Stefani vritet pak përpara se sa të vdes plotësisht. Ai jep të dëshmi dhe thotë shoh qiejt e hapur, sepse pastaj më mbrapa thotë që Zoti mos ua ngarkoj këtë mëkat edhe fjeti. E keni lexuar veprat 7? Edhe ajo që ndodhës ndërkohë që qiejt hapen, ai po shep para pak sekonda përpara se ai të vdes. Qiejt hapen dhe ai shef Jezusin në kamp. A dhe mendoni pak, Bibla na tregon që kur Jezu Krishti u ngjit në qiell, ai u ul në të djathtë të Atit. Edhe këtë e gjeni edhe te Kolosianët 3 vargu parë. Por ja ku kemi Zotin ton, që është në këmbë, dhe është mbreti mbretërve, është krijuesi i qiellit dhe i tokës, është Zoti i universit dhe është quar në këmbë.
Edhe çfarë mund të mendojnë engjëjt, çfarë mund të mendojnë kerubinët, çfarë mund të mendojnë? Zoti u ngret. Edhe ai do të ngrihet kur ai të vinë në ardhjen e dytë. Edhe au ngrit, ato të kthehet Jezusi, ai u ngrihet në këmbë. A dini çfarë ndodh kur ju jeni në shtëpi dhe hyn një plak në shtëpinë tuaj? Kur hyn një mik në shtëpinë tuaj dhe ju jeni ulur në divan, a dini çfarë ndodh me ju? Ju çoni në këmbë, sepse ju nderoni atë. Edhe kemi një martir, edhe është martir e parë. Edhe ai për kauzën e Krishtit, sepse nuk pati turp për atë që vdiq për të. Edhe ai çohet në këmbë për të nderuar dëshmorin e parë të kishit. A e kuptoni sa pesh dhe vlerë ka në sytë e Perëndis të mos keni turp për Jezusin? Ndikimi një kurajozi, shpika e fundit. Dhe flakën jashtë qytetit ku e goditën me gur. Dhe dëshmitarët i lanë petkat e tyre të këmbët e një djali që e kishte emri Saul. Ky është Sauli nga Tarsi. Ky është ai që përndishte kishën. Ky është ai që aprovoi vdekjen e tij. Edhe të gjithë ata e kuptonin Stefanin. Pavarësisht se e kundërshtonin, e kuptonin që kishin të bënin me një njerëz të shenjtë. Po nuk pajtoheshin me vdekjen e tij. Por Sauli kishte kërcënime dhe letra nga pritërin për të vrarë, për të shfarosur, për të përndjekur kishën. Dhe ajo që ndodh është që ata e thonë, dëgjoj, ti do të vrasësh atë, ti ajo që vendos ligjin, ne do të heqim rrobat, të lëmë të këmbët e tua, ta dish je ti përgjegjës për vrasjen e Stefanit. Ne do të marrim gur, por je ti ajo që e vret atë. Edhe Sauli qëndroi aty, ai djalosh qëndroi kokfort. Edhe e vran. Edhe ne shohim më vonë Perëndia pikërisht këtë person që ishte një vegël që djalli po e përdorte, e kthen atë për shkak të dëshmisë se njerëzit e Perëndisë që kishin ndikuar tek ai. Po edhe gjithashtu për shkak të përballjes me Perëndin po. Po Perëndia përdor dëshminë e tij për të punuar në jetën e Saulit nga Tarsi. Edhe sepse pa që ata që po përndishte trupin e Zotit, sepse vetë Zoti i fol. Në një pikë, në një moment në jetën e tij, gjithçka, dëshmia, fjala e Zotit, prezenca e Krishtit, të gjitha punuan për shpëtimin e këtij njeriu që u bë apostull që nga Jeruzalemi deri në Liri. Ndau Injillin e Krishtit. Edhe nuk keni idenë se sa e fuqishme është dëshmia juaj kur ju dëshmoni, edhe kur ju tallin, dhe kur ju pyeten, dhe kur ju poshtërojnë, dhe qëndroni për shpëtimtarin. Një ditë Perëndia do të shpëtojë një nga ata që ju kundërshton. Patjetër ai do ju nderoj, por do të përdor dëshminë, sepse jeni një Bibël e hapur për Perëndin. Romakët 16 thotë, unë nuk kam turp për Ungjillin e Krishtit, sepse ai është fuqia e Perëndisë për shpëtim të kujdo që beson, judeu më parë e pastaj grek. Tani do të pyes, a keni turp për Zotin? Te Luka 9:26 thuhet, sepse kujdo që do t'i vi turp për mua dhe për fjalët e mia, për atë do t'i vi turp edhe birët njeriu kur të vinë lavdinë e vet dhe të atit të tij dhe të engjëve të shenjtë. Po në qoftë se ne nuk kemi turp, na pret nderimi. Po në qoftë se ne kemi turp, kur të takojmë shpëtimtarin tonë, ai ka turp të na rrëfejnë. Ata gjëra të tjera. Tek e parë Mbretërve 7, vargu 9 thuhet, pastaj tha njëri tjetrit, nuk po vepro mirë. Kjo ditë është një ditë lajmi të mirë. Kurse ne heshtim nga turpi, nga frika, nga reatia jonë personale, nga agenda jonë personale, nga gjërat tona, mbyllim gotë. Po pritëm deri në ditën e mëngjesit. Dhe mëngjesi ka të bëjë me kthimin e Zotit, ka për të na ndodhur ndonjë mbrapshtësi. Tani pra ani të shkojmë të tregojmë gjendjes së shtëpisë së mbretit. 4 gjëra të thjeshta. Duke dëshmuar pa turp. Një kurajoz është plot me frymë, bosh me vetë. Plot me besim, bosh nga mosbesimi. Ai i qëndron turmës së botës që ecën në këtë drejtim. Nuk është bota që drejton jetën e tij, është Perëndia që drejton jetën e tij. Qëndron mbi të vërtetën e fjalës. Ecën kundër rrugës gjerë që çon kjo botë në shkatërim. Jeton ndryshe. Si njeri i gjallë i Perëndisë mbi tokë. Dhe Perëndia nderon një kurajoz, dhe një kurajoz ka ndikim. Dhe të ulim koka.
A jeni teologjikisht të shpëtuar, apo keni një marrëdhënie personale me Jezu Krishtin? Në qoftë se jeni të rilindur, a jeni duke heshtur për Jezusin? Apo dëshmoni patur për Krishtin? Nuk ka rëndësi majtas, djatas, para, mbrapa. Vetë jemi kurajos. Vetë jemi kurajos. Sepse Jezusi dha gjithçka për ne. Le të përgjigjemi përpara Tij. Le të mos kemi turp për Jezusin Zotin tonë. Le të kthejmë kurrizin kësaj bote. Le të mohojmë këtë botë. Le të përqafojmë kryqin. Të vdesim dhe pak muaj, vite sa na ka ngelur derisa buria të bjerë. Një jetë kalon shpejt, përjetësia zgjat, për jetë. Zoti shitdenj, ai nuk pati turp për ti. Ai mori vuajtjen për ti, kryqin për ti, turpërimin për ti, poshtërimin për ti. Çohu. Jeto për atë që vdiq për ti.